në Shqipëri. Faleminderit. Qeveria shqiptare do të aplikojë sistemin e faturave elektronike të mallrave duke u përshtatur ligjeve ndërkombëtare dhe sistemit të Bashkimit Evropian. Biznesi do të ketë më pak kosto, ndërsa lëvizja në dogana do të bëhet më pak burokratike. Zëvendësministra Blerta Rama theksoi se kjo nisëm pritet të përmirësojë efikasitetin e rrjetit të transportit dhe reduktojë vonesat në pikat kufitare. Por një tjetër avantazh është edhe reduktimi i vonesave në kontrollet kufitare. Gjithashtu synohet përmirësimi i sigurisë dhe monitorimit të përmirësuar të lëvizjes së ngarkesave, duke mundësuar gjurmim më të mirë. Lehtësia në dokumentacion dhe digitalizim, zëvendësimi i faturës fizike me faturën elektronike. Zëvendësministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Entela Ramosaqaj, prezantoi në Komisionin Ekonomisë ndryshimet në ligjin për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik, duke theksuar se ato synojnë sigurimin e një mbrojtje më të lartë për shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe mjedisit. Ramosaqaj nënvizoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e rregullave për vendosjen në treg dhe përdorimin e produkteve biocide. Një strukturë e posaçme ngritur pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për biocidet, me detyra dhe përgjegjësi të qarta, që janë procese administrative të autorizimit të produkteve biocide. Në thelb, NISMA forcon mbrojtjen e qytetarëve, siguron kontroll të qëndrueshëm dhe vendos standarde të barabarta me ato të vendeve të BE-s. Projektligji parashikon krijimin e strukture të specializuar brenda Ministrisë së Shëndetësisë dhe forcimin e kapaciteteve të Institutit të Shëndetit Publik, me specialistë të fushës dhe menaxhimin dhe kontrollin e produkteve biocide. Të përmirësojë funksionin e tregut të brendshëm nëpërmjet